zbatur dominimin ekonomik global. Është spekulim, apo mund themi që është një luftë më shumë ekonomike? Po, fillimisht me këtë vikend unë konsideroj që pushteti aktual në Iran veç ka filluar të zhbahet, në qoftë se Irani ka vetëm një gjujtje ka pasur nga sulmet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në drejtim të Izraelit, dhe më pastaj ministri, një nga zyrtarët më të lartë politik të Republikës Islamike të Iranit, ka shkuar në Moskë për të konsultuar me Vladimir Putinin se si të reagohet pas sulmeve të Shteteve të Bashkuara. Mos të harrojmë se politika e jashtme, politika e sigurisë e Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk është në i punë që mund të merret jo seriozisht. Pra, bombardimet që ishin nga bomba jashtëzakonisht të sofistikuara, ishte një mesazh i qartë se do të përballesh me këtë forcë. Për masat të shkatërimit janë enorme. Edhe Rusia, Putin dhe shumë të tjerë i kanë thënë Shtetet Bashkuara të Amerikës që mos të intervenohet në Iran sepse situata do të bëhet edhe më katastrofale. Mund themi që jemi drejt një përfshirje më të gjerë dhe në prag të një lufte të tretë botërore? Nuk e besoj kjo që do të mund të ndodhë, për faktin se Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë intervenuar që në fillim pa analizuar të gjithë proceset, të gjitha kapacitetat, jo vetëm të Iranit, por dhe të aleatëve. Duhet të them troq të Irani ka qenë në boshtin e skeqes. Ja shikojmë se i ka financuar, i ka prodhuar ato grupet terroriste, Hezbollah, Hamas e tjera, mirë po ka furnizuar edhe Rusin, Federatën Ruse, pra me gjithat atë dronë, me gjithat potencialin dhe arsenalin që kishtë edhe në luftën kundër Ukrajinës. Prandaj unë mendoj se Shtetet Bashkuara të Amerikës i kanë dërguar një mesazh shumë të qartë edhe Vladimir Putinit se bombat amerikane janë superiore. Mos të harrojmë një fakt se këto lloj bombave me të cilat është goditur impiantet iraniane, të paktën zyrtarisht atë që mësojmë ne, që lexojmë ne nga media, që po them ku kemi pra sa kemi qasje, është vetmja poseduese në botë, pra është ushtria amerikane, cila i ka këto, dhe natyrisht se nëse do të ketë tentativë për mbylljen e ngushticës aty, që do të ndikon sigurisht edhe në aspektet ekonomike, sigurisht se Irani do të ketë pasojë edhe shumë fyshme të mëdha. Prandaj unë nuk besoj që ata njerëz janë aq të arsyeshëm saqë të shkojnë drejt shkatërimit më të madh të vendit të tyre. Mirë, meqense u përmend dhe Rusia disa herë, do të lidhemi me Pumon, gazetarin atje. Pumon na tregon pak a shumë se çfarë po raportohet në mediat ruse rreth këtyre sulmeve, po e shohin si një gabim intervenimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjatë ditës së djeshme në Iran? Po, domethënë ka ndryshuar retorika e Kremlinit zyrtar dhe domethënë Kremlini ka dënuar me forcë domethënë sulmin ndaj Iranit. Kanë qenë disa deklarata të Ministrisë Jashtme ruse, ka pasur edhe le të themi replika dhe debate me disa deklarata, për shembull të zëvendës presidentit amerikan J.D. Vance, që deklaroi që de facto Rusia dhe Kina së bashku me Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë interesa të përbashkëta për sa i përket mos ndërtimit të bombës bërthamore nga ana e Iranit, që është e vërtetë në fakt. J.D. Vance tha diçka shumë të vërtetë, por toni i Ministrisë Jashtme ruse ishte jo miqësor as pak, por ka dhe diçka tjetër. Për shembull, presidenti Putin dje u shfaq në publik me rastin e përvjetorit të sulmit të Gjermanisë naziste ndaj Bashkimit Sovjetik në 22 qershor të 41-shit, dhe nuk bëri deklarata për sa i përket sulmit amerikan, domethënë në Iran. Po, çfarë nuk kuptoj? Pse nuk bëri? Më falni që të mbaroj diçka, se është një diçka interesante. Domethënë nga insight-et që kam, domethënë flitet që në qarqet rreth Kremlinit që Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë informuar Rusin një ditë përpara sulmit që do të kishte këtë sulm drejt Iranit. Pra Rusia ka qenë në dieni? Rusët kanë qenë në dieni që në fillim të goditjes, kështu flitet të paktën në insight-et që posedoj këtu. Kjo tregon që çfarë do thotë kjo për Rusin? Për rreshtimin e saj. Po, kjo do të thotë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës po kryen një linjë, domethënë mbështetje për Izraelin, po nga ana tjetër nuk dëshirojnë për shkallëzimin e situatës ndërkombëtare. Ata duan
dhe presidenti Trump mendon që me këtë goditje mund të detyroj akoma më shumë, domethënë Iranin të ulet në kryesën e bisedimeve. Mirë po Irani tashti është, le të themi, i çorientuar dhe vetë ministri i jashtëm iranian deklaroi që neve nuk dimë me këtë flasim dhe si të flasim, pasi diplomacia e Shtetet Bashkuara ka marrë fund sipas tyre dhe sot pritet takimi i tij, pasi ai ka ardhur tashmë në Moskë, pritet takimi i tij, pra i ministrit i jashtëm iranian me vetë presidentin Putin dhe aty do të ketë edhe deklarata. Besoj që këto do të jenë nga njëra anë thirrje për përshkallëzimin e situatës, sigurisht që regjimi iranian do të ketë në mendje edhe një le të themi sjellje për të vetruajtur, për të mos qenë pre, domethënë, atyre impulseve luftarak që vazhdojnë të dalin nga Irani, por të mendoj që në qoftë se ai nuk do të kundërpërgjigjet, mund të ketë një koeksistencë më të ishme, domethënë